Horoskopi i Bricjapit 2026. Ky horoskop për Bricjapin për vitin 2026 është strukturuar si një manual menaxhimi një vjeçar, i hartuar për ata që kërkojnë rezultate konkrete pa sakrifikuar ekuilibrin dhe qartësinë. Nuk është një parashikim i vetëm, por një udhëzues për t'u konsultuar në momente kyçe. Viti 2026 nuk ju kërkon të bëni më shumë, por të bëni atë që ka rëndësi me saktësi më të madhe, duke përdorur kohën si një burim strategjik. Soliditet, përgjegjësi, rezultate të dukshme. Në vitin 2026, Bricjapi po përjeton një fazë konsolidimi inteligjent. Ju forconi atë që keni ndërtuar gjatë viteve të fundit dhe korrigjoni atë që nuk është më e qëndrueshme. Zgjedhjet tuaja janë të menduara mirë, të strukturuara dhe afatgjata. Bëhet e qartë se disa përgjegjësi të marra përsipër nga një ndjenjë detyre nuk sjellin më vlerë të vërtetë. Viti ju fton të bëni dallimin midis asaj që e mbështet vërtet rrugën tuaj dhe asaj që e rëndon atë. Kur të ndaloni së ngarkuari veten me gjithçka, forca juaj bëhet më efektive dhe e dukshme. Progresi i vërtet në Bricjap 2026 vjen nga përzgjedhja, jo nga akumulimi. Dashuria e Bricjapit 2026. Bricjapi beqar. Për Bricjapët beqar, viti 2026 sjell marrëdhënie të ndërtuara mbi themele të forta. Takimet më kuptimplotë ndodhin në kontekste ku besueshmëria, vizioni i përbashkët dhe respekti i ndërsjellë kanë rëndësi. Premtimet e paqarta nuk ju tërheqin më, selektiviteti juaj bëhet një aset. Vështirësia lind kur kujdesi shndërrohet në mbylljen emocionale. Gjatë gjithë vitit është e rëndësishme të lejoni gradualisht personin tjetër të hyjë në jetën tuaj të përditshme. Nuk ka nevojë të nxitoni gjërat, por as nuk duhet të qëndroni jo aktiv për shumë kohë. Kur fjalët dhe sjelljet përputhen, është koha për të bërë një hap përpara. Megjithatë, nëse ndjeni paqëndrueshmëri ose mungesë angazhimi, viti 2026 ju fton të shmangni kompromisin. Bricjapi në çift. Për çiftet, viti 2026 është një vit i forcimit strukturor të lidhjes. Marrëdhënia arritet kur qartësohen qëllimet e përbashkëta dhe përgjegjësitë e përbashkëta. Forca qëndron në aftësinë për të ndërtuar diçka të fortë së bashku. Vështirësia lind kur ke tendencë të marrësh përsipër gjithçka, duke ia lënë personit tjetër një rol dytësor. Marrëdhënia përmirësohet kur mëson të delegosh, madje edhe në një nivel emocional. Të kërkosh mbështetje nuk është shenjë dobësie, por një zgjedhje e ekuilibruar. Në vitin 2026, stabiliteti emocional bazohet në dialog të qartë dhe pritje realiste. Shëndeti dhe mirëqenia. Në vitin 2026, mirëqenia e Bricjapit është e lidhur drejt për drejt me menaxhimin e ngarkesës së tyre të përgjithshme të punës. Qëndrueshmëria juaj është e lartë, por jo e pafundme. Injorimi i shenjave të lodhjes mund të çojë në rënje të papritura, shpesh në kohët më të papërshtatshme. Është thelbësore të bëni pushime të rregullta dhe të panegociueshme, madje edhe gjatë periudhave më të ngarkuara. Ushtrimet fizike funksionojnë më mirë kur integrohen në rutinën tuaj të përditshme, jo si një detyrim shtesë. Pushimi, veçanërisht gjumi, duhet të planifikohet gjithashtu. Mendërisht, momentet të shkputjes së vërtet, larg përgjegjësive dhe vendimeve, bëhen thelbësore. Zvogëlimi i një angazhimi të panevojshëm çdo muaj është një formë konkrete e kujdesit për veten. Puna dhe karriera. Puna për Bricjapin në vitin 2026 është një mundësi e favorshme për të fituar njohje të merituar. Pas shumë pune të qetë, mund ta bëni kontributin tuaj më të dukshëm. Mundësit lindin kur ndaloni së bëri gjithçka vetë dhe filloni të punoni në mënyrë më strategjike. Sfida kryesore është shmangia e mbingarkesës kronike. Pranimi i çdo përgjegjësie ngadalson rritjen në vend që ta përshpejtojë atë. Në vitin 2026 është thelbësore të përcaktohen qëllime të qarta dhe të matshme, duke komunikuar kufijtë dhe prioritetet. Deri në fund të verës, një vendim se si të rishpërndahet puna ose të riorganizohen rolet do të çojë në efektivitet më të madh, më pak stres dhe më shumë kontroll mbi kohën tuaj. Fazat e vitit 2026 për Bricjapin. Dimri, janar, mars. Muajt e parë i kushtohen planifikimit. Është koha për të vendosur qëllime realiste dhe për të vlerësuar me ndershmëri burimet e disponueshme.
Organizimi tani shmang shpërdorimin më vonë. Pranvera, prill, qershor. Pranvera sjell stabilitet operativ. Projektet përparojnë në mënyrë të qëndrueshme dhe ju mund të konsolidoni pozicionin tuaj. Është një kohë e favorshme për negociata, sqarim të roleve dhe forcim të strukturave. Ver, korrik, shtator. Vera kërkon përqendrim në rikuperim. Ngadalësimi kur është e mundur dhe përmbajtja të gjërat thelbësore ndihmon në shmangjen e rënies së energjisë. Është gjithashtu koha e duhur për të kontrolluar nëse qëllimet tuaja po qëndrojnë vërtet në rrugën e duhur. Vjesht, tetor, dhjetor. Vjeshta është një kohë për rezultate. Ju korni atë që keni ndërtuar dhe hidhni themelet për të ardhmen. Vendimet e marra tani kanë efekte afatgjata dhe përcaktojnë hapin tjetër. Tema e Britsjapit 2026, përgjegjësi të qëndrueshme. Tema qendrore për Britsjapin në vitin 2026 është të marrësh përsipër vetëm ato përgjegjësi që të sjellin vlerë. Zgjedhja e asaj që të mbështesësh dhe asaj që të mos mbështesësh e bën udhëtimin më të fortë dhe më pak të lodhshëm. Disiplina bëhet një mjet për liri, jo një barë. Këshilla e fundit motivuese. Çdo javë, ndalo dhe pyet veten se cilat angazhime mund të lehtësosh pa komprometuar rezultatet e tua. Në vitin 2026, të bësh një hap prapa në kohën e duhur është shpesh mënyra më efektive për të ecur përpara me më shumë forcë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.